Pra ju kanë kërkuar... Po, bakshish. Bakshish. Në Po, vlerën? 50.000 euro herën e fundit, 200.000 euro para 3 vjetësh. Por shteti duhet veproj mbi këta bandit të imëtës. Bandit të imëtës. Ndodhem në kombinat në njësin numër 6, ku IKMT-ja ka nisur ditën e sotme një aksion për prishjen e disa banesave. Pas shpinësime, ndodhet një nga banesat e cila është duke u shembur, siç ju po shikoni në këto pamje të drejtë për drejtë që është duke ofruar operatori ynë Klodian Shena. Është një banesë ku kanë jetuar sipas banorëve pra njerëz, por që janë zhvendosur për shkak se ka kaluar në fazën e bonusit qeras. Ndërkohë që problematike është ajo se çfarë po ndodh në anën tjetër, ku IKMT-ja ka deklaruar se do të jetë e radhës banesë apo objekt i cili pritet të shembet nga IKMT-ja, dhe është kjo banesë këtu. Atëherë unë do ftoj dhe zotrin i cili ndodhet pranë meje, i cili është edhe administratori i gjithë kësaj njësie, ku ushtrojnë aktivitetin rreth 10 biznese. 12 biznese, banka. Njëra është banka qendrore që furnizon me bankomate gjithë bankat e tjera. Një është rroba qepsi që fasoneri këmishësh. Njëra është fabrika e pampersave. Njëra është fabrika e salsës uthullës për tregun shqiptar. Një fabrikë është e këpucëve, firmat italiane. Kurse këtu është një zdruktari. Është kopës dhe qerë dhe i fëmijëve që ligji shqiptar mbi që të punëtor në ndërmarrje të jetë detyruar të hapësh. E kemi hapur para 18 vjetësh. Bizneset kam, ky biznes tu ka 29 vjet, ka qenë ndërmarrja e ish treg shumë i gjithë Republikës. Prona ka dalë në kanë vitin 96 dhe e shitur në 99 me vlerën 640 milion, që 640 milion në atë kohë i bie sa 60 milion euro sot. Në 2019 shoqëria Josa ka blerë pjesën tjetër të kësaj ndërmarrje, që është blerë firma Maliqi, është blerë 1.2 milion euro me bankë. Ka paguar dhe 150.000 euro tatim fitimi mbi shtetin. Para 3 vjetësh na kanë sjellë letër për të prishur, ne kujtuam se këta bëjnë shaka. Mbasi kemi pritur Lali Erin këtu, zënës kryeministrin që është sot, kena pritur Edi Ramën, kena pritur ish presidentin, ne jemi biznese që jemi detyruar t'i presim. Në momentin që kemi pritur presidentin. Kur thoni kemi pritur, si keni pritur? I kene pritur, ka ardhur do vit takoj punëtorët, i kena pritur. Në momentin që kena pritur kryeministrin, atë ish presidentin, para 3 vjetës, filloi lufta për te biznesi jonë, se kujtuan se këto pronat janë të Ilir Metës. Këto prona nuk janë as të Ilir Metës, janë vetëm pronat e mia familjare që i kam blerë vetëm me bankë. Sa veta punojnë në këto... Në këto ndërmarrje sot janë 200 punëtorë. Pra nëse në 2021 kanë qenë 500 punëtorë, me 2019 kanë qenë 500 punëtorë. Plasi koronavirusi, fabrika e këpucëve që ka pa 300 punëtorë ka ngel me 150, pastaj ngelin me 70. Ndaj është fabrika e salsës që ka 50 punëtorë, është fabrika, mund t'i shikoni t'i hyni, që importojnë gjithë mallrat e Evropës, këtu ka mallra vetëm të Evropës, nuk ka të lindjes, nuk ka të Kinës. Prodhojnë vetëm për Evropën. Dhe kontratat janë gjithë me Evropën. Çdo gjë kalon dogan, çdo gjë është, këtu janë 12 firma, janë të gjitha importuese me dogan. Kur ju ka ardhur IKMT-ja për thotë se do prishet kjo ndërtesë? IKMT-ja më ka ardhur pardje 2 inspektorë të IKMT-s në një drek varrimi me rrugashërinë më të madhe, kanë qenë 2 gjithë në sallë dhe kanë lënë këtë cop letër, më njoftojnë që pas nesër do prishet objekti. Mbasi vit i takoj poshtë shkallëve, çdo gjë është me kamerë dhe me video, i them kush jeni, ne jemi thjesht korrije na ka çuar shefi. Shefi para 3 vjetësh ka kërkuar 200.000 euro, Mariglin Qatua nuk jemi pranuar. Para 3 muaj gjoja mos prishësh objekti, bakshish. Ne nuk pranojmë kompromis. Me garanci. Para 3 muaj na ka ardhur inspektori, 2 inspektorë të këtij zotërisë tu, na kërkuan 50.000 euro për fushat. Sa i kia biznesi juaj për fushat. Kemi thënë ne fushat. Kush ishin këta? Në emër të kujt erdhën? Në emër të IMT-s. Ne nuk i njohim, këta nuk kanë as emër as firmë, po mund ta lexoni juve si e kanë emrin këta zotërinë, ne nuk i njohim. Pardje mbasi kemi bërë llafe që thash, unë nuk paguaj as i lek, më thash shko tako shefin lart. Unë nuk takoj as i shef, thash unë do t'i çoj mesazh kryeministrit për këtë që më mund të hapni kamerat vi policia, ta verifikoj. Mbasi kanë bërë llafe sherr me këta 2 inspektorë, diem kanë sjell letrën në orën 2
për të njoftuar që unë sot do vinë prishin objektin. Dhe kjo është zbatim sepse unë nuk paguaj lek, nuk e njoh korrupsionin. Kjo është e frikshme çfarë po thoni? Jo, nuk është e frikshme, unë mbrëm në ora 8 deri në orën 11 natës kam qenë te drejtoria e Tiranës dhe këtë e kam deklaruar dhe mbaj përgjegjësi penale. Mund ta verifikoni procedural që unë mbrëm kam qenë te antikrimi ekonomik për këta dy zotrinj që abuzojnë me detyrën. Pa keni bërë padi. Po, kam bërë pazim penal për inspektorin bashkë me këtë të tjerët, sepse unë kam vetëm foto dhe video të kamerave që kam këtu. Në Biste kam 27 kamera, të gjitha janë të reklamume. Pra ju kanë kërkuar Po, bakshish. Në Po, vlerën? 50.000 euro herën e fundit, 200.000 euro para 3 vjetësh. Atëre, ju thatë që çështja e kësaj ndërmarrje, e këtyre ndërtesave ku është edhe në gjykatën e apelit. Është në gjykatë e apelit. Historia sepse ne kemi hapur gjyq, nuk jemi kundër zhvillimit, nuk jemi kundër zhvillimit të zhvillohet zona, por nuk mund të pranojmë që një biznes 5500 m2 i paguaj taksa bashkisë 18 milion lek në vit, plus çdo muaj paguaj 50% për 10.000 euro që i kam kontratat me qirat të deklarume në bankë në shtet, çdo gjë është e deklarume në shtet 100%. Dhe 11.700 euro ja bankës kredi. Dhe kjo pron për 11 vjet nuk është më e imja, po është e bankës që banka është partner. Banka kur jep lek për të zhvilluar një zonë, nuk jep për të marrë pallate. Nuk kemi kusht që ne duam pallate. Ju po thoni që këtu do po prishet kjo zonë për të ndërtuar pallate? Po, kërkojnë të bëjmë pallate 5D-ja. 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 Dhe 5D-ja ka lënë këta të tjerë që vinë mbrapa. Mund të hyni brenda, punëtorët mund të verifikoni, para 3 vjetësh kemi shpëtuar nga prisha, sepse ne ja kemi shuar live kryeministrit që këtu ka e gënjenin dhe mbas urdhit kryeministrit i kemi live edhe që ja kemi shuar edhe të shkruara mund t'i shikoni dhe po me numrin personal të kryeministrit, po na ka thyer përgjigje, po mund ta shikoni. Ka kryeministri e gënjenin se këto prona janë bosh. Dhe në orën 11 është anulluar vendimi me urdhër kryeministrit, nuk është prishur objekti. Tash i vim prap. Po pse tani? Ka ndryshuar mendje kryeministri apo? Jo, nuk ka ndryshuar mendje kryeministri, po kryeministri nuk i kontrollon dot hajdutët që janë poshtë. Sa i takon akuzave që këtu u kanë kërkuar bakshish. Po, mbaj përgjegjësi penale për këtë. Mbaj përgjegjësi penale. Se përmendet dhe emra. Po, mbaj përgjegjësi penale. Kam fotografit, mund t'i shikoni në çdo 2 muaj na sjellin letra në vend aty. Atëre është ky ambient Klevi ku sipas zotërisë, i cili është administrator, është pra punojnë rreth 200 punonjës, të cilët nëse do të zbatohet vendimi i KMT-s, i bie që të gjithë këta punonjës të dalin në rrugë, të mos munden më të punojnë, të kenë të ardhurat e tyre, të kenë rrogë. Dhe në fakt zotëria pra ka dhe një komunikim që deklaron të 12 janari 2021-shit, ku dhe mbasi kam shkruar më thotë, të lutem më shkruaj te platforma in Albania. Po Shqipëria që duam pikal. Dhe pas ju keni çuar dokumentacionin. Po të gjitha. Të gjitha duke e zbatuar. Po. Urdhë policia shtetit vjetet. Atëre, mbasi ja kemi shuar ton, është bërë verifikimi se këta e gënjenin kryeministrin, Margilen Qatua me shok dhe në orën 11 pastaj është detyruar të bëj foto dhe pastaj është anulluar prishja. Pra dhe pas dhe dje me që më sollën këta, në orën 2 mund ta verifikoni, i kam çuar prap zotërisë, zotit kryeministër që po më shqetësojnë prap. Dhe këtë herë nuk keni marrë përgjigje. Nuk kam marrë përgjigje. Shpresoj se ndoshta nuk e ka parë, ndoshta mund të ketë hallat e veta, nuk dua ta shqetësoj, por shteti duhet veproj mbi këta bandit të IMT-s. Bandit të IMT-s. Faleminderit juve. Atëherë, mund të ta shijë goditën fabrikën e këpucëve. Po, shkati i dytë. Po. Atëherë është kjo situata Klevi në kombinat ku zotëria pretendon se këto ambiente janë duke u shëmbur, pra do të shëmben nga IKMT-ja, ka ardhur lajmërimi përpara 2 ditëve, ka pasur zotëria përplasje me inspektorët e
IKMT-s të Tiranës, të cilët sipas tij kanë kërkuar bakshish, një herë 200.000 euro, një herë 50.000 euro për të mos u shëmbur. Ky objekt këtu, i cili mban rreth 12 biznese brenda dhe janë rreth 200 punonjës, pra të cilët janë punonjës në 12 bizneset në këtë objekt, të cilët nëse do të zbatohet pra ky vendim i IKMT-s Tiranës, i bie që të dalin në rrugë të madhe.